A njerëz, sot kam përgatit kulaç. Jo kulaçi që përgatitet për festat e fundvitit me gjelën e detit, po kulaç me ves kose së të buke. Përpara se më vazhdo do e luça që të mbonit një follow në Instagram, ju lutem. Ne shumë faleminderit për 60.000 follows që kemi arrit sot. Siç e pat, kemi filluar me vezët Bismillahim, ku më shoh Niko Kërvoje, më mrapa dëshoj 400 gram kos lufra të traditën, dëshoj 2 luk të gjellës me violini, ku më shoh 1 luk krep të kafës, 1 luk sot buke, në 600 gram muell triplo nga Diamond që e gjeni në çdo supermarket. Masi kemi zënë brumin e kemi nxjerrë, dhe hapim në të mësë me violini, kemi litë mësën me violini, dhe hapim brumin, i shojmë pak violini nalt, di bëjmë atë dekorin që i bëhet me një ndime në një pironi kulaçit, ne e fasim furrë të pjekët me 220 gradë për diku ke 20 minuta, do më thonë shef një vete në me furrën e juj si kini punë. Ki ishte kulaçi dhe e fasim furrë në e kemi gati. Më thoni me çish dhe e shoqëroshit ju, kishte dalë fantastike, ishte shumë e muer, dhe më thoni ishte hera e parë më duke që e bëj kulaçin, nuk unë bona herë. Ne kismet dhe bëjnë në videon e kulaçit me gjelën e detit që ta kini si ide për vitin e ri. Jurit zoti!